Përshëndetje, mirë mirë se erdhët. Mirë gjeta, faleminderit për ftesën. Interesant është kur ishe do njerëz të u kthyn politik, është kthehën politik, s'keni qenë kur larg politikës, veç jeni kthyn listë për deputet, qysh definohet kur një ish kryeministër edhe komandant i ushtrisë vendosë me hyrë listë një partie. Rikthehemi në politikë, shëmë thonë, po. Edhe pse si vjet? 3 po është zgjedhja, i patëm si vjet, pse në këto 10 vjetorit? Por, për arsye se du të dim çka na solli dhe të këto zgjedhje jashtëzakonshme. Na sjell në situatë e paqartë, një blokadë totale institucionale, një situatë jo e mirë për Kosovën, në Kosovë, edhe thjesht nuk mujta të qëndroj si spektator apo ty në zhvillimeve, di ende, muj ende, i kam vullnet ende që të kontribuoj për këtë vend dhe zgjedha që të hy kandidat për deputet në radhë të Aleancës për në Kosovës. E ta shpyte radhës që imponot është pse pikërisht AOK-ja? Pikërisht AOK-ja, unë kam qenë gjithmonë afër Zotit Haradinaj, kemi qenë bashkë në luftë, në proceset ndryshme, pa zera se Zotit Haradinaj mund të mos të kaloj pragun fillimisht, e tjerë, edhe unë jam një detyra vështira, edhe nuk dëshoj shumë komoditetin që të hinja aty ku me sigur të mund të kaloj, po kam qef se të luftoj, të mbështes si që më krah ty në që në gashën të luftojnë për këtë vend, të luftojnë në kuptimin politik, po thëmë, edhe po njëhna mirë që jam krah dhe të Haradina që jem në këtë listë, një listë në mendoj që është një listë shumë e mirë, një program shumë e mirë, edhe është një listë fituese në këto zgjedhje. Edhe kur po thoni duhet me luftu në aspektin politik, ma herët me Zotri Hoxha i nuk përmend, nuk e di, u përmend Banjska, jo ka përmend ndo situatat çuditshme i madhe i vogël, flasim për diçka që e quajmë luftë hibride, edhe ata që se din çka i bjen, flasim për luftë hibride. A jemi në stad që duhet me menu dhe me luftu ndryshe, a veç në luftë politike jemi ka flasim të ngon? Na gjithmonë do ta kemi në mendje se mund të në një situatë që mund të kemi luftë reale, edhe kur nuk mund të përjashtojmë një gjatë tillë, përderisa kemi fqinë tonë verior Serbinë e cila ka pretendime të vazhdueshme, edhe ka kauzë të ushtrisë tyre, që një ditë të kthehet në Kosovë, edhe këtë kauzë ka shpërndar në popull, derisa ekziston një gjatë tillë, derisa nuk përfundon njohja reciproke, derisa Serbia nuk hin në Bashkimin Evropian, edhe ne jemi në NATO, ne do të ballafaqohemi me këtë kërcënim të vazhdueshëm nga ana e Serbisë. Edhe situata si i kemi pas edhe në Banjska dhe në Belepenç. Kështu që mendoj që ne vëmendja kur nuk bën të shmangët nga këto mundësi. Por tash për tash mundësia nuk është edhe, probabiliteti nuk është aq i lartë. Kur po thuni është dashur të rikthehenin politik për shkak se gjendja ka qenë e jashtëzakonshme, çka nënkupton sipas jush me u kthy pra në stabilitet, çka është dashur 2026? Do të kthehet Kosova në binaret ku ka qenë, në binaret që e çojnë Kosovën drejt integrimit në NATO, binaret që e çojnë Kosovën drejt forcimit të aleancave me partnerët tonë strategjik, duhet të kthehet uniteti shoqëror, uniteti duhet të shënjoset arroganca, gjuha e konfliktuoze, gjitha këto duhet të largohen nga skena politike edhe nga jeta e përditshme e qytetarëve dhe Kosova të kthehet në një situatë normale në rrugtimin e saj drejt procesit të integrimit, drejt stabilizimit ekonomik edhe drejt gëzimit të respektit që nga partnerët tonë ndërkombëtar. Po thoni, ma pak janë kanë respektojnë partnerët ndërkombëtar? Shumë ma pak. Shumë ma pak. Disi edhe kjo qeverimi punë të veta i kanë lodhë, dhe me thonë partnerët tanë janë lodhë me Kosovën, duke e këshilu vazhdimisht, duke sigjiru vazhdimisht, duke tregu rrugën se ndu të njek vazhdimisht, por një arogancë, një kokëforci e pa kuptimt, që vetëm atim ndoshta i sjell vota, thjesht Kosovën po e dëmton atë seriozisht. E tash më bëri përshtypje diçka, po thëni Serbia kur të integrohet në BE, fillojnë gjërat të qetësohen edhe kur Kosova të është pjesë e NATO-s. Për shkak se e vërtetë e madhe është Serbia
nuk punon për integrime euroatlantike, punojnë për integrime evropiane, NATO-n vazhdojnë me pasi, që i thojnë ata, falanga agresore, edhe krejt broshkulla tjera që i përmendin. Po NATO duket, a është dëshirë, a është seriozisht diçka e arritshme për Kosovën, a është diçka që mund të futet në program politik edhe të punohet në të? Po, është opcion real. Me një vendet ish sistemeve socialiste, asë një vend nuk është integru në Evropë, që nuk është paraprakisht, nuk është integru në NATO. Çdo vend, që edhe vendet që po presin, si Malizi, Shqipëria, Macedonia, ato janë antarët NATO-s, po presin integrimin në NATO. Dhe kështu që NATO për neve është e rëndësishme është antarësimi në OKB, shumë e rëndësishme. Antarësimi në Unionin Evropian është shumë i rëndësishme, duhet bëjmë përpjekje të vazhdueshme, por gjë e më e rëndësishme, prioriteti numër 1 për sigurinë e vendit tonë, për qëndrueshmërinë e vendit tonë është integrimi në NATO. Ne kur të hyjmë NATO, atëherë nuk kemi fare nevojë që të kemi prioritet mbrojtjen e vendit tonë nga Serbia. Ne jemi përcaktojmë atëherë hyjmë pjesë e mbrojtjes kolektive, si quhet në NATO, edhe jemi siguruar 100%. Edhe kjo është pjesë e një plani, që i thojmë plani 10 vjeçor gjithë përfshirës për transformimin e FSK-s, a është diçka që ati plani duhet me u përmbajt, a është diçka që kërkon lobim politik, kërkon vullnet politik, kërkon pak edhe diplomaci, jo veç kushtet teknike, që shme thonë, armatim edhe hardware. Mas shumë ti kërkon diplomaci. Integrimin e NATO është kretë puro diplomaci. Diplomacia e ka prapa vetës, e ka një ushtri, forcat armatore, e ka të gatshme, e kompatibile me NATO, përputhje me standardet e NATO, e gatshme të kontriboj në operacionet e ndryshme bashkërujtëse, edhe kjo është ma komode në biseda për integrimin e NATO. Por timonin e integrimit në NATO e ka Ministria Diplomacia, apo mund të jashme, politika jashme e Kosovë. Edhe, sa me thonë, keni vrejt disponim të partnerve me në ndihmu shanse që i ka huq Kosova, ose a mund të ndryshoj diçka në që drejtim për 2026? Po. Unë mendoj që partnerët tonë, ata kanë vrejtje në mënyrën e qeverisjes, e shohin si qeverinë aktuale si penges të ecjes përpara të Kosovës, dhe e presin një epilog më të mirë për Kosovën pas këtyre zgjedhjeve. Edhe mendoj që me padurim e presin, që të vazhdojmë projektet që kanë ngecë, projektet që janë bloku, ka shumë projektet që janë bloku, si dialogu strategjik me Shqipërinë, si sankcionet nga Bashkimi Evropian, si takimet e ndryshme të niveleve të larta, ku si jemi prezent apo s'na vizitojnë shumë. Kështu që këto shumë shpresoj edhe me bindun që do të hapën një vizion i ri për Kosovën, do të hapën një perspektive re, edhe Kosova do të kthehet në normalitet. Kur po thuni normalitet, se prapë është jemi ka flasim për një Ballkan perëndimor që është ka ndryshon, edhe e ka një sfidë të madhe, që ka njerë është zërë me mritë e votuesi mesatar. Mirë është jemi ka flasim për siguri, mirë është jemi ka flasim për tema ku keni kontribuar dhe jeni në ngjarje, edhe njëkohësisht prapë njerëzve është ka ju shtrejtohet, nuk e di, buka, nafta, pampersat, vaji, qatë dush, produktet themelore, cili është kontakti nëse jeni këthym politikisht, do është të më këthym të re. Kallëzëm, shka jeni ka merë një feedback për njerëzve që për takoni? Po, unë e kur i takoj njerëz, duke ditur ata si janë ushtarak profesionist, kanë këtë brengë. A jemi të rizikum, a ka mundësi në të sërmëj, e kanë këtë brengën. Në kokat njerëzve është halon shumë. Në kokat njerëzve është kjo. Qyshe kemi ushtrinë, ka forcohet ushtria jonë. Këto e në pyetjet e para. Dhe kjo është brenga e parë. Ne jemi vend i sigur tash për tash, por nuk jemi siguru mende. Qytetarët tonë dojnë që Kosova tjetë e siguruar. Siguruar nga çdo rrezik kemi saj. Kështu që unë nga përvojë me kontaktet me qytetarë, pyetjen e parë ma bëjnë këtë. Andaj kthehemi pastaj të këto problemet serioze që janë, edhe me plot drejt flasin, domethënë drejt, asnjë sektor i shoqërisë tonë, i vendit tonë nuk është duke performu
ashtu duke plotësu kërkesat të qytetarëve. Asnjë qeveri deri tash s'ka arrit, sidomos kjo. Kjo qeveri zakonisht të marrë me lajme të mira, me propagandë, me veprime sipërfaqësore, që 6 vjetë në qeveri, asnjë projekt nuk met. Asnjë projekt madhor. Ka met një urë Stradë e Rand, atje dhe një urë për kamësor të Ibri, që janë të transishme, po jo dhe qaqë që t'jenë projekte madhore të qeverisë. Kështu që, anë histori, kërë dëshirën, kërë zotnia kryeministri, dëshirën të mbetë në histori, kur kush nuk mbetë se ka marrë shumë vota. Po në histori mbetet ai që ka bo shumë vepra, ka bëllon pa vete shumë projekte, të rëndësishme, që ka përmisu jetën e qytetarëve. Tonë këtë drejtim, nuk përmisohet jetën e qytetarëve nga një herë apo studentëve me 100 euro. Në vetë apo mosha këto janë, këtë në këto veprime propaganda që dhe veç e mendon votën e ardhshme, nuk e mendon zhvillimin e Kosovës fare. Kur po thoni, qytetarët po vazhdojnë brengosën për siguri, kur kthesh në politik pas një pauze të konsiderueshme, pas i keni udhëheq qeverinë edhe ushtrin, që është gjëja parë që po që ka shumë ma shumë pare, shumë ma shumë buxhet, mundësi me zhvillu diçka, ka ma shumë lidhje apo ka edhe ma shumë telashe? Telashe, sa dush, za qeveri do të kesh shumë ma shumë telashe, sepse ke pas një ngecë, ne kem pas, do të ketë ma shumë pare, sigurisht, për kjo qeveri nuk ka qenë mbështetjet e sektorit privat, ka qenë në konflikt me disa biznese që janë më të mëdha në Kosovë, që sjellin tatim pagus më të mëdha, punëdhënësit më të mëdha, edhe gjithmonë ka qenë një farë luftë, një farë konflikti, me tanë vendse me qenë për krasë mbështetësi tyre të hap tregje jashtë vendit e tjerë, ai sulmon edhe ndikon edhe në reputacionin e tyre për eksport jashtë vendit. Nuk po flas vetëm për një kompani, po për disa. Qeveria duhet me qenë në krah biznesit, krah të njerëzve, në krah të mësusit, mjekut, ushtarit, policit, e tjerë, janë mbi kurrizën e tyre. Në anën tjetër, ka një farë këndvështrimi që thotë që duhet me i pasi që është i mas parit sigurisë edhe probleme tjera, edhe rryma, edhe furnizimi me rryma. Mas klasim me rrymë, farë. Edhe vetë mjaftueshmërinë e biznisit edhe të prodhimit duhet edhe infrastrukturën, duhet mas parit si që është infrastruktura, prodhimi, këto janë, për një zhvillim ekonomik, është sundimi i ligjit, infrastruktura, arsimimi. Kur ki kuadro, ki infrastrukturë, edhe sundon ligji, ndonë s'ka korupcion, s'ka protekcion, apo s'ka podione, atër e ki një ambient mirë të berit biznis, e ki ambient mirë për investime, edhe është zhvillimi ekonomik është i garantuar. Nëse po thoni, situata ka qenë e tillë edhe keni dashur të ktheheni, legislatura nën të kuvendit ka qenë ma e shkurta dhe ma e keqja që e ka pas kuvendi i Kosovës nga komunikimi prap me parti dhe me qytetar, apo ju duket që s'paku ka një farë sigurie që s'ka me pas prap blokad, që s'ka me pas mbledhje çdo 2 ditë për mu përsërit skenari njëjtë edhe mu bo bloku krejtë. Në mendoj se gjitha subjekte politike kanë nxjerrë një mësim që i kanë lodhur qytetarët me këto veprime. Gjykata kushtetuese i ka sqaruar shumë pikpyetje që janë dalë në këto 9 muaj, 10 muaj të fundit. Kështu që mendoj që do të veprojnë shpejt. Do të veprojnë shpejt në formimin e qeverisë, se vërtet bollu bo, edhe janë mërzitur edhe parë qytetarët tanë me këto veprime, por edhe partnerët tanë, kështu që kushdo që të fitojë zgjedhjet do të veprojë shpejt që të gjenë partner për formimin e institucioneve të Kosovës. Edhe a është herët me folë, edhe për vullnet mrena partive, për koalicione, a i shdash prej 29-tit me i po rezultatet edhe mandej me fillume? Ja, rezultatet mandej. Rezultatet vota, qytetarë me vërja që cakton vendin, çdo një subjekti politik, atëherë atë sa ki fuqi, atë që dhe takon. Edhe situatën të cilën jemi ka shohim, pra po them, ka 2 mënyra që në Kosovë është bo fushat. E para është kjo, Serbia, dialogu, Rusia, Amerika, nuk e di, zajednica, shajkoqat, e tjerë. Edhe është tjetra njerëz të cilë kanë tentu seriozisht, me thonë e marrim buxhetin pikën A, e sjellim pikën B, e marrim GDP-n qëtu, e bim qëtu. A, po ju duke se si vjetë qytetarët kanë
pyetje ma konkrete, kanë nevoja ma konkrete, rrjedhimisht për njerëz janë të interesuar ma specifike. Unë po foli për planin qeverisë AKS. Është një plan shumë i detajuar, sidomos nga aspektin ekonomik. Nga sa mund të garantojnë detyra buxhetore, sa mund të jetë buxheti, si do të jetë ndarja. Për shembull, e kem paraparë edhe e kanë bërë ekspert më të mirë të këtij vendit. E kanë bërë me fakte konkrete, me statistika konkrete, reale. Ne, për shembull, për ushtrinë, ne do të buxhetin, ndarjet buxhetore të jetë 4% GDP-s, po. Brutoproduktit. Po, se ka qenë një standardi natë dhe në 2%, shumë vende më herët kanë qenë komode se kanë plusuta, tani shumica e vendeve po investojnë, gjithë Evropa, sidomos, po investon në mbrojtje. Atëre edhe ne du të ndjekim këtë trend, që i bjen vjetë dykun 450 milion për një mandat qeverisë 2 miliard euro. Kjo nuk është vetëm e kom pa vetë, se edhe vetë më ka interesu dhe kam qenë pjesëmarrës, është shumë serioze, shumë reale, edhe nuk është vetëm një propagandë zgjedhore kjo punë. Ashtu edhe për sektor tjerë. Na kemi në Gjece, po e përmend një fakt, autostrada për Gjilan. Kur ka fillu? Kjo qeveri për 6 vjeta nuk ka zgjedhur prioritete. Për shembull, e ndërton një rrugë shumë të rëndësishme, është e nevojshme, Prizren Tetov. Jo, ka nis. Ka nis. Nuk ka nis, u vizatu. U vizatu i ka ndonë mjetët. Po, ajo është e nevojshme, pa është prioritet. Kur ne kemi rrugën për Pejt, pa për Mitrovic, e kemi autostradën për Gjilan, aj për aspekt propagandistik, për një grusht vota, e propagandë që donë me lidhë rrugën Prizren me Tetov. Qarkullimi ditor mund me qenë disa 10 makina në ditje. A këtu, i ka të prioritetet i zgjedhë vetëm ato që tinglojnë mirë, doken mirë në vota edhe sigurojnë vota. A realiteti është këtë diçka tjetër. A bëhet sërish politik me të e futë Serbinë në ekuacion? Kër e thomë këto e kom parasysh kretë ato që ka ndodhë në veri, jemi marrë me 4 komuna që janë të ngjituna, është territor kompakt, po janë 4 komuna të vogla periferike. Të Kosovës jemi marrë shumë, jemi hupë shumë energji dhe nerva. A ju duket që ajo është teme e te i kaluar, apo prap kemi me ju këthy, s'po flasë për Bajskën, po flasë veç për komuna, do temave cilat nuk e di, prap qytetarin mesator veç se prekin? është fakt që jem balafaqu, krejtë energjinë kemi hargju në veri, rezultatet e kësaj qeverie, krejtë po i referuar në veri, atjesht jem bodo vëprimit nevojshme, por ato as pak nuk e kanë përmirësu jetën në qytetarëve tonë. Shumë pak qytetarë, 90%, apo ma shumë 95%, s'kanë bojnë me to. As nuk shkojnë, as nuk varen për asaj pjese, as nuk bashkëpunojnë, as nuk kanë interesa ekonomika, apo çfarë do familjar në atë pjesë. Është duhet ajo pjesë të kryhet, po duhet me një menqëri, me një diplomaci, me zgjidhja veç politike mund të me qenë. Duhet i përfitojmë ata qytetarë që njihen më mirë me jetu në Kosovë se në Serbi. Edhe thjesht serbet në Kosovë në përgjithësi, nga ndodhë të nënta, ata duhet të bojnë një zgjidhje. Duhet ose të ndryshojnë mënyrën e jetesës, ose vendin e jetës. Ndaqen me, nëse zgjedhin vende jetës në Kosovë, ata duhet të respektojnë Kosovën, ligjet e Kosovë, të integrohen në Kosovë, të edukohen që të punësohen në Kosovë, të shohin Prishtinë si kryqëzitë e tyne, buxhetin të shohin në Prishtinë, edhe në këtë drejtim, ai si se pranon këto, dhe të ndron vendin e jetës, sikur që shumë prej tyre e kanë rru deri tash. Po me met këtu, edhe me pas ndjenja si jenë në Serbi dhe me besu si jetë ka jetën në Serbi, ajo është e dëmshme është për ta, se nuk kanë përsëritur, janë në pritje më këtu e kaluara. Asë një popull në botë nuk punon, vepron për mi këtu të kalumen, por për mi arrit talmen. E ata të kundat e në ka bëjnë. Ata po jetojnë këtu, po punojnë, po shpresojnë më këtu e kalumja. Kur o këtu e kalumja, dita djeshme nuk thejet mu, asë sotmja. Edhe në këtë aspekt duhet bisedohet. Për shembull, para se marrën qeveria, por kur është në qeveria, ai ka kryeministri aktual thekë unë do të bisedoj me serbët lokal. Çfarë bisedë patëm me ta? Vetëm me ministrin Rashid, a ka biseduar, s'ka biseduar ndonjëherë?
A fuqia tina është shumë e limitume në ndikim. Që ndashme integruat vend, dhe integruat ndryshe. Jo vetëm me polici speciale. Është e nevojshme prezenca polici speciale. Është e nevojshme prezenca shtetit. Edhe doganet, edhe polici kufitare. Ato e mëzdëshme se, por duhet një veprim politik ndryshe. Në situatë në cilën është Kosova në letër, kretë jemi pajtu që është mirë që qeveria Kurti e përfundoj një mandat. Kemi pas konstant qeveri që e kanë rëgju vetën, edhe kemi pas zgjedhjet parakoshme vazhdimisht. Në që ciklet zgjedhjeve parakoshme hynëm prap. A mendoni që garantohet stabilitet politik pas 28 dhjetorit, apo është veç cikli zgjedhor i radhës? Varet për tina, shumë. Mas parim varet për qytetarëve. Qytetarët duhet të ndeshkojnë këtë mentalitet severis me votë. Duhet, edhe presë që të ndeshkojnë. Na e patem, i fitoj shumicën e besimit qytetarëve, por nuk patem 50+%. Nuk pam një mentalitet fituesit. Fituesi në fitore, unë po nisa nga vetë edhe nga ne ushtaraket në fitore, jemi zemërgjerë, jemi unifikus, jemi bashkëpunus, ajo arrogant, mohus, apo hakmars. Ne nuk i pam këto vlerat fitusit, këto 4 vite. As nuk pam unitet, as ga dëshmi për bashkëpunim. Pam një ndarjet popullit e papar dheri tash. Kështu që këto, kur far vepre s'pam mas, as një vepre të konkrete. Dishka që do të mahet mend kjo qeveri. Kështu që qytetarët e kanë tani të zgjedhin ata të qenë sprovuar, që kanë prodhu rezultat, ata që respektojnë punën e parasve, se çdo qeveri duhet niset, çdo kryeministër vazhdoj të ndërtojnë mbi atë që ka ndërtu tjetë para vetit. Jo të rrenoj, gjithçka bota fillon me mu, Kosova fillon me mu. Edhe një dy çështje e përmendet që serbët e Kosovës vazhdojnë me shiku shumë ka e kaluar, apo nëse i lexon deklaratat politike, njëjta përshtypje fitohet edhe për shqiptar. Jemi ka i kthehemi kontestimit historisë të meritave të do njerëzve të UÇK-s, kontestimit historisë edhe të meritave të do njerëzve për rreth UÇK-s, të do njerëzve nuk e di, LDK-s, apo ju duket që ka tendencë mu mohu, mu ngrit, qa me ju thonë do vlerave, edhe ku qënë që kjo? Kjo qënë mohimin e vetës, historisë popullit tonë. Dhe kjo është një gjë shumë e dëmshme, që ne e mbalafaqu, edhe si UÇK, si kategori dale nga luftra, si veteran, me tendenca tilla që të minimizohet, kontestohet roli UÇK-s, që portretohet UÇK-ja si një forcë e vogël, e pa organizume, e tjere. Këtë janë të pavërteta. Pse ndodh kjo? Sepse në skenë politike kanë hyrë, janë ardhur njerëzit që fare nuk kanë qenë prekur nga lufta, nuk kanë qenë dëmtuar nga lufta, nuk kanë pas viktima nga lufta. Thjesht luftën se kanë parë si dhe luftë tyne, UÇK-n nuk e kanë parë si dhe ushtri edhe tyne, po janë do UÇK-n e përmale aty. Tani kur e fitum luftën, dulen fitus, tani po i brejnë ndërgjegja, se s'kanë se po i vesin nipat, babi a ki qenti, e pse s'ki qenti, a i duhet me i thonë, jo s'kom qenë, s'kom pas ku më shku. S'kon ajo na ushtri si më shku, edhe e mbjell qatë si qëndrimi të pasarësit e ti, të rinjë e ti. Që që kjo është qënë deri të mohim i gjithshkaje, vlerë matë madhe që ka kriju populli shqiptarë në Kosovë, nuk ka se UÇK-ja. Vlera matë madhe që duhet t'i respektojmë, duhet t'i kultivojmë, duhet t'i përcjellim brezat tjera në vlerat e luftës, herojt tonë, dëshmorët tonë, sakrifica e popullit tonë. Pa këtë sakrificë, kur gjos kishme arrit? Kur? Gjithshka kishme qenë njëjtë. Dhe sot a ditë kishim pas situatën në të shtatës e përpara. Ta duhet ta dinë se cili. Por s'kanë qenë vetë, se kanë përjetu vetë, edhe tash dele, haqë si folin, po dhe shkrujnë media ndërkombëtare, shqiptari i Kosovës, si sot pozit madhe ka, aje shkrujnë kuna UÇK-s, edhe me plot vrullme, plot vullnet aje shkrujnë kuna UÇK-s. A na e kemë sot kryetar parlamenti. A shkon kjo punë? A duhet votojnë deri me 28 dhjetor? Për të 28 dhjetor nuk do shkojmë. A
shkohet në zgjedhje të tentu me etiketu njerëzit në patriotë të tradhtar, apo po doket që disponimi është pak më ndryshe? Këtë gjuhë konfliktuoze në zgjedhjet që kemi pas, zgjedhjet e kaluara, me në shkurt e kanë bjell aj dhe bashkëpunëtorët e tina. Ata kanë përdorë cili farë fjallë, sidomos për herojtë e gjallë të këtij vendit, duke ja mohu edhe sakrificën personale, po sakrificën familjare. Që prap njerëz të ndigju që po fol, të ndigju që po thot, të ndigju për kon po thot, shkojnë ja japin votën. Unë e shumë çudita me këta njerëz. Realisht, çish mundet me votu dikon që fol ashtu, bën ashtu, vepron ashtu, mohon gjithçka, injoron gjithçka që u bë për këtë vend. Kështu që në universitetet e torë, populli duhet kthjellet pak, edhe të ndeshkoj sjelljet e tira, të ndeshkoj atë mentalitet që është mentaliteti i dëmshëm, i gabuar, jo vetëm po i dëmshëm. Do në tjetër, ajo që kemi pas përveç zgjedhjeve të përgjithshme, i patëm edhe një poshtë zgjedhje lokale, e me ka shohim ku është, kushtimisht me thonë, edhe me kondicion, këja është pa nismën, është me do emna të rinë listë, si që jeni ju, shka është e veçanta e asoj liste e qësoj përbërjeje në këto zgjedhje pikërisht. Mendoj që zoti Haradinaj e ka marrë një mësim nga zgjedhjet e kaluara. Zoti Haradinaj është njeri zemërgjer, kush ju ka afru e ka marrë, sot kush do t'i afrohet, ai është i gatshëm, por e ka marrë një mësim si atë kur duhet njëri të jetë besnik, kur të afrohesh një kauze, kur të afrohesh një projekti, atë duhet të qëndrosh deri në fund. Në fund, edhe në pafsh si jemi humbs prap, në qoftë se qëndron deri në fund je fitus në aspektin kur e teston vetveten. Që tani zoti Haradinaj është ka pasur vetë se janë nga një rajon shumica e kandidatëve tjerë, mendoj se lista është e mirë, sepse është gjithëpërfshirëse, profesionet të ndryshme, profesionistë të ndryshme, të fusha të ndryshme, është nga gjitha komunat, nga gjitha krajinat, nga gjitha koncesionet fetare, kështu që është një listë vërtet mirë e menduar, mirë e kompozuar, mirë organizuar dhe një ofertë të mirë e kemi. Duke e ditur se për me fitu zgjedhjet të trija në gjërat kryesore. Është organizimi mirë, që e kemi bërë, është oferta me njerëz në program, edhe komunikimi. Komunikimi me qytetar, Ramushi, zoti Haradinaj, këta e ka si veçori, si veçantë si ai din të komunikoj. O është prej njerëzve që në Kosovë edhe lëviz shumë, edhe komunikojnë me njerëz shumë, qysh është që këtë transformim prej mu këthy në kravat, mu këthy full time me njerëz, mu këthy në politik, po them, e keni provu këtë tranzicionin prej uniformës në kravat, po tash është, nuk e di, është rrethana tjetër. Po njëna mirë, po njëna i dobishëm, se e kom rastin me ndihmu, mas pare me ndihmu Aleancën Radhëmin e Kosovës, me kon faktor në parlament, me kon faktor në institucione, atëre si pjesë e saj, mu i ta jep një kontribut brena për brena, sa jo si spektator, apo si këshilltar, apo shka po dion, tardin, edhe jemi gatshëm me marrë përgjegjësi që mi ngarkon dikush, çfarë do. Edhe me çto po du me përfundu në Kosovë, për të mira, për të keq, shumë fokus i japim borcit listës, si thojmë, kandidat për kryeministër, edhe sukseset ja atribuojmë, ose dështimet ja fakturojmë kryeministrit, por realisht zgjedhjet janë parlamentare. A mendoni që i është ku vendi deputet me qenë edhe pak ma të përgjithshëm, edhe pak ma të vetëdijshëm, edhe pak ma, qa me thonë, vizionar në raport me sfidat që nga e presin vendin? Po, mendoj si këto ka pas parasysh se zoti Haradinaj kur e ka formu listën e deputetëve që thjesht synoj mos jemi vetëm në krah të Ramushit, po të jemi në krah të Kosovës, në krah të ardhmës Kosovës, që të japin një kontribut përgjithshëm. Kështu që a gjithmonë nishi, prisi, është ai se merr përgjegjësinë dhe i merr meritat. Edhe ne jemi me fat që kemi zoti Haradinaj prisë kësaj liste. Që në fakt është ka tentohet bëhet diçka tjetër spaku në diskurs publik. Të vendoset që janë dy fronte, kushtimisht me thonë, vetëvendosja dhe tjertë, edhe po e shoh që jeni ka tentoni të
paraqiteni me identitet definitiv të ndarë, tuin, partijak, të gjitha partitë, edhe qysh po reagojnë qytetarët në sto, apo e di njerëzit për çka është AOK-ja tu për Unë jam i befasum me... S'kam qenë shumë teren gjatë në vitet tëra, jam i befasum me reagimin pozitiv të qytetarëve. Shumë mirë e kanë prit, shumë mirë po e shohin se sa i nevojshëm është Ramushi me qenë pjesë e vendimarrjes në Kosovë. Sa i nevojshëm është Ramushi me qenë shtyc i proceseve, se kanë fitu një besim se ai nuk pajtohet me ngjecje, nuk pajtohet me devijime, nuk pajtohet me vonesa. Ramushi është njeri njoftën si është, të them, bulldozer politik. Edhe po e shoh gjithkund ku po shkoj, ku po takoj, po e gjoj një mbështetje shumë të fuqishme për AOK-n. Po mbon të një në mirë. A i zhdosht me e trajtu gjendjen si, nuk e di, urgjente, të vështirë, problematike, për mi u këthy asaj me qka e nëse dialogu strategjik është të suspendu, gjendjen problematike, nëse raportet me Shtetet e Bashkuara i kemi të degraduara, nëse kemi do sankcione, ka nisët, qa është prioriteti? Gjendjen problematike, gjendjen e vështirë e kemi, që disa vite, dhe kjo tash, kjo situatë e tillë e bën emergjente formimin e institucioneve, e bën nevojshme që mos ta kemi më në qeveri që vetë vendosjen, po të kemi partit AOK-n dhe partit tjera. Edhe me të 29 i marim përgjigjet në qëtu, edhe do prej pyetjeve tjera, ju i keni edhe 10 ditë me komuniku me qytetarë, por komunikim sonte, ju falenderoj që ishit në studio. Dhe për ftesën. Shkues të ndëruar, kthehemi pas pak.